Ku je, ma? Ha. Ku je, ma? Në shtëpi më. Po pse të jesë, ma? Sa është pra, mos me hum ko. Me të nejty që apo më thutesh ti për surprizën e Po Rozanës. tha se ishte të bëti në i surprizë me kështu të lviz me shku ka gotra të liqenit. Tha se ardhe për i liqenit këtë të shotë, ma. Po të liçani thash, po del në një gjerë të atje për ja për surprizën. A shi si janë të fancat e getës, ma. Pe si e dishin se ku është, ma. Si ka mund si, ma. Ha? Në fakt e din fancat e gjestit. Fancat e gjestit e din. Ata që kanë thonë ty janë fancat e gjestit. Fancat e gjestit kanë thonë mu se ashtë Rozana ka liqeni. Lere të Kush? Kush është fancat e qetin? Se janë shumë fanca. Që se ka gjesti janë shumë fanca. Kush janë? Se janë shumë. Lere se e thira këtu. Në që ta thrasë këtu. Fancat e gertës. Fancat e gertës janë, ba. Jo, nuk është, jo. Atëherë, Rezuet Pashkët, falim ne Manuela, gjithë bashkë. Bashkë, si katolike, si ortodokse. Falim dhe Mario. Nuk e di më, por nuk me emocionën në po. Nuk me emocionën kjo diva. Nuk me emocionën, me thonë drejtën. Nuk e di pse. Se di, o si një i që tonë kur rrinë e sforcu me një ashtu dhe manej shka nga e madhët me vazhdu me kështë. Ose s'ke pas ti përvojat e ngjashme që me thonë, a e kuptoj se në shërëthana është. Si me thonë. A di si po më banë t'i mu si ajo halë që i thojnë, pësha ke kënë t'i halë në jere, jo, më kam lej ka që, unë i tesh kam lej më marën, qa dhume, po s'kam po... Ose më thash, ose thash. Ose ti, me thonë mu ose ti, atë me thonë, ku t'i unë, gjithësësi, tësh, fjalla për ty është, nata jote, e hupsit, sot është nata jote, fol. Si mundohesh me e shqit suksesin tëm, si humje më, si ka mundësi më që e ishtu? Si suksesi jotë, më më, a është kush e fiton Big Brother në Mario, apo kush, apo ati cila e di kush reciton ma bukur poezin? Po ti ke pas bindshëm Loredanin njerë deri tu. Nese. Flasim për surprizët. Sa e gjiftet që për qartë, edhe internetit bëhet për qartë, që duke shturbën. Rrogulla internetin, jepi, fal. Ke val ti se s'punën në celularin mirë, po surpriza e Rozanës. Prap, mendoj që janë sigurisht skena masive, janë realizimet mëdha kështu, në kuptimin teknik edhe teknologjik të fjalës, por mirë. Rozana din me çu edhe për te, din me qëndru aty, din me reagu pak më ndryshe se sa lajërti, pra. Ka edhe kjo, ato të vetët, po sidomos kjo takimi me të motrën, si me thonë, ishte rrujt si që shia mi të ortan, sezoni nuk ka ardhë andeta, ashtë marrë furishëm me Rozanën nga jashtë si të tush, edhe nuk ka kënë prezent në asnjë moment në Big Brother përveç se kur e ka përmend Rozana, a kupton? Dhe në këtë rast, ja pra që i duruari i fituari, dhe më thonë, andeta ndryshe nga surpriza e Lajertit me Nanën, që edhe Nana Lajertit është personi vyer i personazhit që janë në Big Brother. Por tek sa ka ardhur surpriza më herët se ç'duhet, nuk përbëri më në një kolpo të madhe. Kurse andeta bani kolpo sepse reagon në Rozana, reagon edhe andeta, dy motra. E kupton? Kjo ishte në momenti më emocionus i surprizës. Pjesa tjetër, pa diskutim, ishte një arritje teknologjike masive. Aja shumë e bukur që ka dalë kjo me... Si e ka emrin marrë kjo teknologjia? Me inteligjencën artificiale, me rindërtimin si tush, rikrijimin e disa skenave që nuk kanë ekzistuar kur, por që ngjajnë të vërteta. Se mu duk sikur e provokoi Ledioni Rozanën që i tha sonte kush vjen. Mos u duk sikur po i thote për burrin e vet, për bashkëtuesin e vet, as unë se dia çka kota se s'po marrin vesh pse s'ka. Prap sonte janë thua? Jo që i tha, jo kur i tha që tash do të vi dikush që a ka pranuar me ardh apo jo, e vetmja pikpyetje që mundi ishte për bashkëshortin e vet. Edhe kjo tha,
kjo tha, unë me si e lexova, mos qosha i gabum, po unë e lexova që Rozana kuptoi për bashkëshortin. Edhe tha të dy do ikim në shtëpi. Doli si, apo e kam lexu, ju Ta po shohim. ju sniperat e mi, se ju e shihni këta, mu duk mua, po ishte për një shpeti. Mu më duk sikur po e lushin sikur s'po vjen pra Andeta dhe Andeta erdhi nga mbrapa, mandej Vika motra se i bjen dështi me bë ka dy surpriza për secilin, edhe fillon edhe herë spektakli prej fillimit në orën 1:03, a kupton? Gëzuar poshtë herë janë, Krishti unë gjallë, se sapo kaloi ora 12 edhe siç e dën tradita. Gjithsesi, unë du me lanë një bravo të madhe produksionit Mario, sepse i ban këto gjanat madhështore këtyne artistave që për 20 vjet ose 30 vjet s'kan pas një këto për masa. Pra, i duhet një Big Brother ose një kompeticion i tillë për me neru tamam që me thënë me abat të madhe një surprizë ose një me rrit pikë që me e thonë të shi, që i bëhet të në artistave. 20 vjet nuk kam pa me e bërë zonës një tillë, që pra i duhet me ju kenë bërgjli me të mirat e qia që i bajnë ata loj, pa loj, jo me hile, jo e pështeti, shive qëfar publicitetit i bajnë këtyne personazheve. Për mendimin tëm, duhet me ja pas bërgj. I këtë mendim ka mund. Spektakli herë në radhë parë i ka bë një shërbim vetit vet, sa ai është ty paraqit kapacitetet e veta mediatike, edhe teknike, teknologjike. Kështu që edhe aq sa thuti Borxh ai ka dhënë 4 muaj të jetë vet secili prej lojtarëve aty brenda. Jo Rozana. E që i që dise 4 muaj, se qa bani, a kishte në i gjo me ashtu, fjet, gjumë, ha... Po, mi më ti e vlerëson në krahun tanë. Unë e vlerësoj në krahun tem, edhe të dy krahët janë të kundërtën. Bara shpeshohet mirënjohja, dhe më thonë qysh kur unë jap 4 muaj të jetës teme, me najt në transmetim, me të mush plot në arkiv transmetimi. Se bomas me kanë për shembull 20-30 vullnetar që okay thonë, do dalë se allon kam leverditë mia sigurisht, por në radhë parë leverdia është e prodhimit o janë gjithmonë. Leverdia është e prodhimit, edhe me tregu tonat si përmarrje, edhe me tregu madhështinë e spektaklit të tjera. Patjetër që është privilegj me kanë pjesë të saj, se mund mos kishe kanë pjesë ti po dikush tjetër, a kupton po? Që thot Martin Lega. Po është ignoranca, ka në rregull është Martini. Gëzuar poshtë Martin. Det vogri faleminderit për linkun. Deri tashti surpriza e Rozanës ishte ma interesante. Deri tashti. Përderisa e ka rendit në skalet kështu që fillon me lajërtin vazhdon me Rozanën, si mas nuhatja si bjen që surprizat e ardhshme duhet jenë akoma ma interesante, apo jo jo? Jo, unë lexoj ndryshe. Vehen, Mario, po unë lexoj që është piku i orareve. Ka disa orare që din shumë mirë që duhet me i djerë këto surpriza në piket e orareve. Rozana ishte një në ato, mendoj se do tjetë gjestit të shi, nuk do e lajnë për fund gjestin, mendoj unë. Do tjetë të shi që të kapin dhe në fashin 1 maksimumi, pra 11 me 1 është dhe fasha si ma mira. Rozana ishte 11 me 12, gjesti mund të ketë të shi. Janë si pike. Njëzë, se zdo rrinë njëzit dhe në 4 mjesit me e pa tonë. Mendon që zdo rrinë, Jo, zdo rrinë tonë. Po pse, ti mendon se rrinë dhe në fund njëzit? Nuk e besoj. Tonë. Rrinë dhe një majtë, 12, kanë angazhime, kanë fëmi, kanë etj. Kështu që me të prep për të pa Mario. Vazhdoj. Në këtë orare është janë edhe meshte pashve. Po, dhe në 3 natë. Njëzit janë në për kisha, në për shesh, në për gjanat, kanë dalë. Vazhdojmë me qiftin. Qiftin Egli Gjesti. Një ashtu si klipi, adin një hap para, 2 hapa mrapa, edhe në fund myllu pa kuptim. Kjo prep të me kënë zbas, ka shans. Por, kur dalin... Ka një aftësi që ta mush me edhe... Se shama, unë bëllë më nova, po se si ta bëjnë me edhe, edhe kisha premtu.
Klip. Martin Leka të përshëndeti janë, Joni ka drejt thot, Rozana kishte pikun e orarit se normalisht është fituese. Tung. A, Edhe tung. edhe tum. Edhe të përshëndetje ashtu si ke qefti. Shi. Mirë, do ta shohim. Do ta shohim atë punë. Edhe në bilard do ta shohim. Shi kjo puna e qifteve të shti, se ne kena morë si shumë seriozisht që aty ndërtohet i Me qifte këtë rast krijohen. fal, po du me thonë Martin Lega ka faqen më pikante, pena.al. A Mario? Pa. Portali. Portali, pra faqe, si quhet. Dhe aty ka vetëm pikante, shkrime pikante. Biles duhet Analizë. me lexu ndër rreshta aty se aty kupton akoma më shumë ndër rreshta. Aty e biku, mran, këtë biku. Aty lexoni, aty e biku këtë. Dhe po thosha për punën e qifteve. Kur hyn yjet e topit, që ishte edhe Juli para disa netësh kur ishin, para mramit, nuk e di. Aty ishte edhe Heidi, që ishin edhe Jamie, edhe Marin Mema, më thash, Marini që i provokoi pak Lajerdin, tha ti ke falendëru tanë me produksione me tanë bashkëpulltarë të tu e kështu, po s'ke falendëru tanë shqiptarin, edhe ju holl Lajerdi dhe si mund të thushti mu këtë mu më kanë thënë mos fol kaq shumë për patriotizëm se ke egzageru. A kupton të kulmi? Kurse pjesa më interesante, a dikush ishte? Jo. Kur po i thote Heidi hajse shumë mirë, po flit te Heidi me Eglin. Hajse shumë mirë se keni marrë një kështu reputacion publike, ju njohin, është shumë spektakël i madh kështu pa edhe lidhja kështu ashtu si mas eksperiencave të nda eksperiencat i thot një moment Egli. E pra se ti e di po ju vazhdoni si jeni më bashkë. Thënë kështu. Heidi Gjimeti e kështu. S'flasun për këtë punë ma tha. Edhe kështu tha, po thosha që i ka shumë shikush më i Big Brother është të tjera. Iku. Uçfor momentit ishte ai, uçfor momenti bukur mor. Po. Këto duhet me nxjerr fan club. Të përmbledhja ditore te Instagrami. Këto duhet me nxjerr se këto janë reality. A do me dallon në një opsion tjetër Mario për me bë bujë të me fitur Rozana për me bë bujë në rrjetet sociale, për me pasur konflikt. Edhe këtë mund ta mendojnë publiku. Mund ta mendojnë që e japim Rozanës se kundërshton Gjesit bëjnë namin madhe me yve me një. A shef si gjen variantet se si mu mbulu ti, si mu justifiku, a shef? Ja. A shef çfarë variantet arrin me gjetë? Kam që me mulluën Mario se unë i kam videot që ju tham fiton Gjesi, po se fitoj Gjesi, së bohatoja më po. Jo, po ti so po ledhe një video që ju e kam thënë edhe këtë. Tuti. E kam thënë që fiton edhe Katari botorin. Produksioni do të ku të ketë vëmendje shumë bujë dhe vetëm në mënyrë për me bë bujë është në Allan Rozan. Mo bë bluff i madh që në van. Martin Leka të replikon sërish të thot reklamen do ta paguajnë Bilardo. U kryq do thën poshtë ignoranca. Respekte Martin. Mirë, është vetëm një lojë. Nuk është shkollë, është një lojë. Shohim kush fiton lojën. Shkollën e ka fituar Pjaca Lajert. Ti je në mbështetje të doktrinës Gjesit, unë nuk jam në mbështetje të doktrinës. Unë jam në mbështetje Mario, ke gabim. Ti thu nuk është këtu, jeta nuk është shkolla, jeta është a je i Zoti me bacha. Jeta është mudrill. Njaj du të me fitu Lajerti mërthuti, për shemb. Jo. Lajerti nuk është nën produkti i shkollës ashtu. Shkolla e ka formu Lajertin dhe Lajerti është problemi i tij se sa i përdor i vën në eficiencë gjanat. Sa dush shkollë me pas Mario, du të me kenë njëri. A i të ketë 800.000 shkolla? Njëri. Të rillë pra, se ka pa pra. Mos bëllë i zë thot Gjohan. Lehë dhe që Mario, por të që sa është një lojë që e marrin njerëzit i hinë shumë e marrin me shumë. A shef janë kanë fillu me të pa kështu, me ke do që të bëhesh ti, humb. Jo, pse? Me ke do që bëhet joni humb, ai që bëhesh ti me te. Pse mërbull? Qa për kellani këtë përshtypje, nuk e di pse.
ka komentues po. E marrin me shumë serioz, e marrin me shumë emocion këtë punën e lojës më burr. Bëhen me këto personazhet, futen shumë thellë më burr. Nuk duhet më burr më fut thellë. Por e si televizion në kur rasizion s'është e vërtet. E dyta është një lojë më valla, është një lojë, nuk duhet mu përfshi kaq shumë njerëzit më burr te një personazh. Kështu që si hupi Rozana, si fitoi, si gjesti, kush do të fitojë, ajo është një lojë që e vendos publiku. Nuk e kena në dorën e marrja me vendos. Kështu që Ani një me facilitet. Si e the seriozisht se më vjen turbull ti, s'ke val mirë aty në shtëpi. Hajde marrë qoftim dhe shti surprizën e gjestit kam përshtypjen. Surprizën e gjestit ta shohim ku po çojmë pra. Se ti e më thonë që janë shpërndarë për Tiranë. Kishe informacione nga fancat e gjestit. Ma të malë se Albin Kurti, s'besoj se ka me pas, po zi kush mund të vi. Prap me politikë. Fushat, po. Po, Çu të bëhet kjo punë? Po, Si më bë? jo matet ma respekti e reputacioni me njerëz që kanë pushtet. Nuk është e vërteta si Pushtet të marrën nga dora e popullit. Ne pra Nëse ti den me kuptu nëse ke me tamam pesh si personazh, atëherë dile dhe shif se sa njerëz po të mlidhen. Jo po të vjen princi i Irlandës. Nuk ka këtu. Unë zdi që atë thojnë ty, po mu më shujtis me janë velije, sonë të ka fitu jënë nojë atë. Çmimi i parë jepet jënë nojës, të shatë të mund ty. Atje, po Zmiani është i një anë që bua. Po kush është ky Zmiani, nuk e njeh. Kush është ky? Zmiani është i shëfjemi. Tifos do drujnë marrë se, si u pa, pashim. Qo futi të drujnë. Edhe lexo për Tom Cruise-in kam thënë 100 herë. Se të del një rast edhe s'din se kush është Tom Cruise. Ky del në për televizor. Hajde, poshtë ignoranca, poshtë. Ciao.